Vëllau jemi dashur, fuqia e vërtet është fuqia e imanit, s'është fuqia e trupit. Ajo që është arsye me të afru tek Allahu Gjelle Gjelalu është fuqia e imanit në zemër. Që të duhet trupi fuqishëm, që të duhet krahët e fort, që të duhet lartësia e trupit tënd. Kur ti në mëngjes nuk je në gjendje me atë fuqi të krahave që ki, ta largosh i organin nga trupi jot dhe të zgjohesh për të falë namazin e sabahut. Që të duhet se ti mbrenda ditës je në gjendje deri në 30-40 kilometër të vraposh dhe të lavdrosh se ke këmbë të forta dhe të fuqishme. Kur ato këmbë nuk janë në gjendje me cilë nga shtëpia në xhami për me falë namazin. Shikoni o vëllezërit e mi të dashur, se si sot të rit ndajnë kohë, harxojnë nga pasuria e tyre për të shkuar në fitnes, për të ushtruar, vetëm e vetëm për të pas një trup më të bukur. Nuk kemi asgjë kundër kësaj, përkundër asaj. Ne i kemi motivuar të rit, ju kemi folur të rive që të kujdesen për shëndetin. Allahu shumë e don një të ri i cili kujdeset për shëndetin e tij dhe nuk është pasif. Mirë po, duhet që i riu të krijojë një baraspesh. Në qoftë se i ke kaluar 2 orë në fitnes, pse të pengon vëllau jemi dashur që 1 orë të kalosh në xhami për dëgjuar një ligjërat, për të forcuar imanin?